بمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Rikthehemi sërish me Enis Ramën duke diskutuar me të lidhur me Kuranin nëse është libër mistik apo real. Tani, është një dialog në një film shqiptar të viteve 80 ku dikush i thot dikujt, hajde të falesh, nuk e kuptoj Kuranin, thot ai tjetër. Thot, sepse është arabisht dhe nuk është shqip. Ai thot është fjalë e Zotit. Po thot nuk është arabisht dhe nuk është shqip dhe është arabisht. Pra futet një element në kontekstin që është bërë filmi. Nuk ka rëndësi, ne e marrim vetëm në funksion të sqarimit të çështjes. Përse është arabisht? Fillimisht është arabisht, fillimisht, para së gjithash, se Zoti kështu e ka përzgjedhur. Dhe ne nuk mund ta kontestojmë vullnetin dhe dëshirën e Zotit. Kjo është e para. Sikur që dikush thot ty për shembull, pse je shqiptar? Po nuk e din përgjigjen apo. Nga se ti je ardh shqiptar. Nuk je zgjidhje. Është dikush tjetër që ka vendosur çfarë do të jesh ti. Apo është dikush tjetër që ka vendosur ti do të jesh bir i cilit prindve. Nuk e ke zgjidhje. Megjithatë, arabishtja e Kuranit ka të tillë diapasone gjuhësore që siç kam dëgjuar më së miri mund të shpreh mesazhet hyjnore se sa çdo gjuhë tjetër? Zoti i gjithësisë që ka krijuar gjuhët apo ka mundësi dhe fuqi që atë mesazh kuranor që ka përmend gjuhën arabe ta bënë në gjuhën shqipe. Nuk mund ta pamundson Zotin gjuha, nuk mund ta kufizon atë nga se shprehjet dhe gjuhët janë të tij. Ai ka krijuar. Andaj nuk të folërit tim me gjuhën shqipe është një reflektim i drejtpërdrejt i begatisë së Allahut të mëdhenuar. Andaj nuk mund të themi se në gjuhën arabe është shprehje më së miri. Zoti i gjithësisë edhe në shqip po ta bënte për mrekulli. Në çfarë do gjuhë ta bënte? Apo sikur që e ka krijuar arabin në formë të mrekullueshme, por e shqiptarin e ka krijuar në formë të mrekullueshme. Andaj e ka bërë në gjuhën arabe fillimisht për të na treguar se ai vendos në çfarë gjuhë ne duhet të flasim me të. Është e drejtë e tij, është Zoti i gjithësisë, apo për të na sqaruar fillimisht pozicionin. Ka se njerëz sot kanë problem të dinë pozicionin e tyre kur flasin në raport me Zotin. Po, në raport unë me ty tash apo. Çfarë pozicioni kam? Të musafirit. Apo dhe ti një koqiri im këtu që më ke ftuar, Allahu të shpërbleft. Dhe unë kështu sillem, pres me ti pyetje, përgjigje dhe kështu komunikoj me ty. Apo njerëzit për shembull, raport me Zotin nuk e definojnë nga pozicioni i duhur. Ata nganjëherë për shembull njerëz me Zotin sillen, nganjëherë sillen si partner, ortak. Po Zoti kështu mënon, po nuk kështu mënoj. Sikurse dimi ortak dhe të ndajmë mendime së bashku, dhe kjo gabim është. Nganjëherë njerëz me Zotin sillen për shembull thu se ai është i padijshëm dhe ne duhet ta mësojmë. E ka thënë Zoti kështu, po kjo nuk shkon për këtë kohë, duhet të jetë kështu. A nuk ka ditë ai? Apo nganjëherë ne po thuaj se komunikojmë me një Zot i cili për shembull nuk sheh. Dhe ne i themi o Zot, ja ky këtu është i smut, pse nuk bashkëron? I thu se ne po i tregojmë atij, po thuaj se smundja ti nuk ka urtësi të caktuara dhe ne duhet t'ia kujtojmë Allahut smundja dikujt apo varfëri dikujt e kështu me radhë. Andaj duhet të them se Kurani fillimisht gjuha e tij para përmbajtjes së tij na imponon fillimisht se ti je rob, ti je krijes, ai është Zoti dhe ai vendos në këtë rast me çfarë gjuhë ti do të kuptosh dhe të komunikosh me të. Kjo është çështja e komunikimit vetëm. Ndërsa kur vjen çështja e sqarimit, na deri më tani po flasim për Kur'anin, gjithë ishte në gjuhën shqipe. Nuk pengon kjo që Kur'ani të zbërthehet shqip, të sqarohet shqip, por kur bie fjala në një adhurim të caktuar, me dimension të caktuar, në kohë të caktuar, imponohet të jetë komunikimi në bazë të asaj që Zoti ka kërkuar dhe kjo është dëshira e tij. Apo nuk ka këtu hapësi për të kontestuar, as për të hidhruar ne apo për të bërë diçka, nga se është dashur të jetë një gjuhë, përderisa ka karakter unifikues dhe ka karakter që në të duhet të përfshihen të gjithë popujt. Andaj ka zgjedh Allahu i manduar që të jetë arabisht, ju tjerë të pajtohuni që të jenë të unifikuar. Përndryshe, po të ishte në çdo gjuhë do të hupte karakterin e unifikimit, karakterin e tjetë për çdo kohë, tjetë për çdo vend, tjetë për çdo problem e kështu me radhë. Kjo është e përgjithshme edhe pse vetë natyra e gjuhës arabe është një natyrë e posaçme që e favorizon që libri shet tjetë në atë gjuhë.